Prandaj dhe Allahu Azza wa Jell na ka dhënë rregull të qartë për mediat, për gazetarët, për nacionalistët e rrem që dalin mbrapa skene, thotë dhe kur atyre u vjen ndonjë lajm që lidhet me sigurinë ose frikën, ata e përhapin menjëherë. Na pushtuan arabët. Çka këta që na zun sheshet, na zun rrugët, flasin për krimet osmane, por nuk flasin për krimet e grekëve në Çamëri. Flasin për krimet osmane, por nuk flasin për krimet e serbëve dhe malazezëve dhe maqedoncëve që i bën kombit ton. Flasin për krimet osmane, por nuk flasin për krimet e Bizantit në kohën e kujt? E krishterëve tan kundër shqiptarëve tyre. Pra e çuditshme me këtë vëllah. Pra flasin për çdo gjë, por nuk marrin përsipër të flasin për gjërat që duan. Dhe kjo duhet të jenë institucione si sigurisë vendit. Që kush janë këta njerëz? Kush fshihet? Kush sponsorizon? Një njeriu vëllezër iku në Palestinë, me ndjenjën e qytetarit thjesht, i besimtarit thjesht, u hodhën sulm se avllur kjo kishte bërë krim. Pse sikën, thef shqafën, vdeksh, të kishin vrarë më mirë. Po, sepse këta nuk janë sprovuar kur u vritën fëmijët e tyre. Kur nuk ka çat varrosi vetëm gishtat e fëmijës tij, nuk janë sprovuar këta kështu. Nuk ka varr për babën dhe nanën. Nuk e kanë shuar gjithë farefisin e këtyre shqiptarëve të rrem, që e kanë shitur Shqipërinë që nga veriu në jug. Dhe ne tragojnë sot për nacionalizëm, se ja pas kanë zënë kalin e Skënderbeut. Shko heqe i Skënderbeut, shkret aty ku është. Shko Pianecë dhe urinojnë ke këmbët e tij. Shko LBGT-ja dhe mbulo me flamurin e saj. Shko nacionalistët dhe shpifin, shkojnë të tjerët. Pra disa i vën kryqin, disa i vën henzën, disa e falni e shpshurrosin, disa tjerë e degradojnë. Prandaj njeriu i mençur nuk shikon sloganet, shpifjet, emrat. Njeriu i mençur analizon dhe shikon faktet, shikon rregullat. Për te shpifjes dhe sharjes që ata bëjnë ndaj nesh, neve nuk na lejohet dalim nga etika islame.